Përgjatë sistemit komunist në vend, Shpresa Dahri punoi në tezgja. Me rënien e sistemit, profesionin e saj të dikurshëm e zhvendosi në një ambient të shtëpisë së saj, ku edhe po punon prej vitesh. Nga një pasion i saj i hershëm, Dahri e ktheu tezgjahun në një profesion me të cilin ndër vite është marrë, duke ja dalë të mbajë edhe familjen e saj. Përgjatë viteve ka thurur punime të ndryshme, teksa siç tregon edhe vet, për 15 vite rresht ka punuar në tezgja për orë të tëra. E me kalimin e viteve dhe të moshës, rendimenti sigurisht ndryshon, por Shpresa thot se ende vazhdon e thurr, kryesisht punime me motive patriotike për çamërim, por edhe me simbole kombëtare. Fakti është që unë që 14 vjeçë kam filluar punë artistike me ndëjset e karikeve. Kem punuar ndëjset e karikeve me kashtë plazi. Në kohën që përfundoi kashta dhe po paksoi puna, u ktheva në repartin e qylimave. Në atë kohë kem punuar goxha vite. Sa erdhi demokracia, u mbyll reparti. Ndërkohë rrita fëmijët se ishim të vegjël dhe në 2009-2008 jam përpjekur që të merja një tezgja të punoja se nuk dilej, u rritën fëmijët dhe ishte e nevojshme për të punuar. Dhe të them drejtën kam punuar goxha, në 24 orë 2 orë flia. Sa thonë edhe fëmijët sot ma kemi fjetur me zhurmën e tezgjahut. Aq shplodhej trupi im, sigurisht është shplodhur gjithë natën me ato 2 orë gjumë. Megjithatë, elhamdulillah, falenderoj Zotin, më ka dhënë fuqi që ja arritëm qëllimit, edhe unë dhe bashkëshorti im, se dhe ai ka punuar në peshkim shumë. Ikte në 4 të mëngjes dhe kthej në 11 natës. Të ka shërbyer ky profesion për familjen? Patjetër që po, kam punuar shumë dhe ja kam dalë. Falenderoj Zotin që më ka dhënë fuqi, më ka dhënë dhe dije se ndërkohë që unë punova që lyma, rrugica me porosi, trupi edhe ranj, çik se punova shumë gjatë ditës, sa ka qenë një moment që mua më merrte kokën, më dridhej koka sikur më zuri korrendi, aq shumë lodhesha. I ke bërë punimet për vete, vetjak? Për me porosi. Kam punoja vetëm që atë punë që bëja, të përgjigjesha vetë për atë punë, me një fjalë. Se po të punoja me shoqen, nëse ana ime punohej ndryshe dhe shoqes punohej ndryshe, do të përgjigjesha për të, ndërsa kështu mbaja një përgjegjësi vetë dhe përgjigjesha për atë punë që bëja. Ndihesha dhe e lumtur që klienti kur merrte punën, ndihesh i lumtur. Po ndihesha unë me e lumtur një herë, pastaj ajo, se po të kënaqesha unë me punën që bëja unë, dije që do kënaqes edhe personi tjetër që e merrte. Çfarë kanë në thelb punimet tuaja? Punimet e mia kanë bërë qylyma, rrugica, çanta, harta, portrete të patriotëve të krahitmes së çamërisë, nga që unë jam çame, jam shumë patriote, e dua shumë çamërinë. Por edhe në vetvete ky profesion ka ndryshuar drastikisht. Tezgjau sipas Shpresa Dahrit është drejt të zhdukjes. Profesionin e saj të vjetur nuk ka mundur të trashëgojë tek fëmijët, të cilët janë larguar e janë emigrim. Dahri thot se për të mbajtur gjallë këtë profesion është e gatshme të kontribuojë në mësimin e brezave të rinj në tezgja, por nëse pushteti do të investonte në hapjen e shkollave apo kurseve profesionale. Nuk e kam trashëguar, fëmijët e mi u shkolluan dhe vazhduan rrjedhën e jetës. Siç ikën gjithë të tjerët, më ikën dhe mua fëmijët, keq më vjen se s'ka ku të vej më, se i doja para syve, si niprit e mbesat fëmijët e mi, fjalët e ëmbla, se kjo është jeta, siç u rritëm dhe ne me prindrit tanë me të afërmit. Po me çfarë do bështoni sipas kohës, kjo erdhi koha sot dhe do përballemi, do ta pranojmë këtë gjë. Nuk e punon më njeri. Unë kam dhe porosi, më kërkojnë dhe porosi për të punuar, por nuk mundem dot më, se gjatë kohës që unë punova shumë, se kam bërë gati 15 vjet që punova në një fazë pune shumë të ngarkuar. 20-22 orë në ditë i kisha vetëm punë. Shtrihesha atje 5 minuta sa të hikte ajo djegja e shpatullave dhe direkt ulesha në tezgja. Sa vinte personi që më sillte porosi, thoshja kur do iki që të ulem të punoj, se më ikte koha, doja të bëja një qylim për 13 ditë, ishte 19 orë, që me shoqen e 4 veta e bënim për një muaj. Të rinjt vërtet, kësaj pune nuk i futen dot njerëz, se nuk ka tregshitje. Unë për shumë, po të kishte tregshitje, unë jam shumë e gatshme që të hap një repart të madh, të mbledh vajza edhe çuna kam mësuar, meshkuj kam mësuar të punoj tezgja. Po jam e gatshme që ta hap atë tezgja, t'i ndihmoj, t'ju udhëzoj edhe ama duhet të jetë një ndihmë nga bashkia që të bëjë një gjë të tillë, që të hapi repartin dhe të gjejë tregun e shitjes. Po pati tregshitje do hapet puna, s'pati tregshitje nuk arrihet të bëhet. Shumë prej profesioneve ndër më të bukura, të cilat zotëroheshin nga një pjesë e konsiderueshme e popullsisë,
Me kalimin e viteve rrezikojnë zhdukjen. E një ndërto është edhe të zgjahu, një profesion të cilin nuk po e mësojnë më të rinjt, duke të rreshur shumë pak, për mos thënë fare interesin e tyre.